Ushkruja po bën bilancin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimi i lumit zez që përmbyti mbi 70% të qytetit. Një ditë më pas, banorët kanë nisur të pastrojnë shtëpitë e tyre, ndërsa autoritetet punojnë për zhbllokimin e rrugëve. Më të prekur rezultojnë ata që banojnë afër lumit, pasi niveli i ujit në këtë zonë arriti në 1,5 metra. Lumi u ka marrë gjithçka, u ka boshatisur shtëpitë në pak kohë. Gjithçka siç rrëfen ata ndodhi shumë shpejt. Niveli i ujit shife. Çeku e ke nivelin e ujit, 1 metër mrena, shife ke tavolina si kanë shkukot, 1 metër. Gjitha me dhomgjumi, me kret me televizor, me frigorifer, gjitha janë prish. S'kena as si gjë. As rroba me veshje shife. Si janë. Përmbytjet nuk lanë pa prekur edhe shumë biznese. Pronarët e tyre po përballen me pasojat e çmendurisë së lumit zez, e njëkohësisht po marrin masa për të mbrojtur nga përsëritja e mundshme e situatave të ngjashme. Të njëjtat pasoja po vuajnë si bizneset ashtu edhe banorët e Maminasit në afërsi të Vorës, ku edhe në këtë zonë vërshimi i ujrave si pasojë e rreshjeve të dendura ishte jashtë kontrollit dhe shkaktoi përmbytje të mëdha. Gjithë ky shigjera, domethënë për një periudhë shumë shpejt, për çfarë kohë, për 20 minuta domethënë u ngrit niveli, gati deri në 1,5 metra, po kësaj ka qenë dëmi më i madh se sa herën e parë domethënë, sepse gjithë vazat e vogla që janë për ambientet të brendshme që vjen në shtëpi, ujti i ngriti sipër i ka marrë ka çutë proj jashtë. Deri në momentin që kishte me fjalë prurje pak, ishte normalisht. Pastaj duke u fry gjithë autostrada, u pengu autostrada, u fut gjithë ujit mrena. Domi shkaktu për zotin ka marrë fund çdo gjë. Përmbytjet në këtë zonë mbajtën të bllokuar për disa ore dhe gjatë natës autostradën Tiranë-Durrës.